Zonat kudrinore të Mallakastrës kanë interesin më të lartë në të gjithë territorin e qarkut Fier për të aplikuar për paketën e maleve, një nismë i qeverisë për mbështetjen e turizmit dhe agrobiznesit. Sipas drejtorit të pyjeve dhe mjedisit pranë bashkisë Mallakastër, Ledian Shehaj, kryesisht në zonat me fushpamje drejt lumit Vjoz, deri më tani numërohen 48 aplikime, ndërsa bujtinat, komplekset blegtorale, restorante dhe panele diellore janë bizneset më të preferuara në perspektivën e zhvillimit të qëndrueshëm. Ku dominojnë fshatrat Drenov, Hekal, Kut dhe Çorush, duke qenë sepse këto zona kanë fushpamje me luginën e lumit Vjoza dhe është një destinacion turistik. Por jo vetëm këto dy zona, janë dhe zonat të tjera si liçenet e Lumarës, pjesa në kufirin ndarës midis bashkisë Patos dhe Reskovec, ku është një masiv i lartë pyjor dhe ka një fushpamje panoramike shumë të bukur, dhe këto janë ndër zonat që dominojnë në këto aplikime. Paketa e maleve pritet të japë një hovë zhvillimit ekonomik të Mallakastrës, ka theksuar Shehaj, duke ndikuar në ripopullimin e fshatrave përmes krijimit të vendeve të reja të punës, pas shpopullimit të lartë të viteve të fundit. Pjesa dominuese janë emigrantë, duke filluar nga shteti grek, italian, gjerman dhe deri në shtetin e Amerikës. Dhe ardha e emigrantëve, investimi pranë trojeve të tyre, besoj sepse do të ndikojë në investimin dhe në popullimin e këtyre zonave. Një ndër aplikuesit e paketës së maleve, Dashnor Veliaj, pohon se është kthyer nga Amerika për të investuar në vendlindjen e tij. Ai zotëron një fermë me rreth 400 krerë bakti të imta dhe synon të ndërtojë dhe disa bujtina. Duhen të mira këtë investim nga paketa e maleve për të krijuar mundësi zhvillimi në fshatin tim. Për të ngritur disa bujtina. Është e papranueshme që të rinjtë e zonës të detyrohen të investojnë jashtë vendit, thot Veliaj, duke apeluar për më shumë mbështetje nga shteti shqiptar. U bëjnë thirrje gjithë emigrantët që janë larguar nga zona e Mallakastrës dhe nga fshati im, të vinë të kthejnë, të investojnë ato 5 lekë të ardhur që kanë në fshatrat e tyre. Megjithëse në pjesën më të madhe të territorit të qarkut Fier mbizotërojnë zonat fushore, ka dhe vende ku mund të zbatohet paketa e maleve. Numri total i aplikimeve deri më tani ka arritur në 154, kryesuar nga Fieri me 50 aplikime, Mallakastra me 48, Lushnja me 37, ndërsa Patosi, Roskoveci dhe Divjaka renditen me një numër më të ulët aplikuesish.